Shikues të respektuar, ju përshëndesim nga Kërçova. Tema e radhës që vjen nga Kërçova I kushtohet arsimit. Me mua së bashku është profesor Nazif Selimi, një profesor I përkushtuar gjithë jetën I kushtoi arsimit. Profesor, mirë se erdhët në emisionin Ritmi I Ditës. Faleminderit edhe ju mirë se erdhët në Jagoll të Kërçovës dhe jeni të mirë se ardhur, sidomos për temat të tilla të qelluara kur I kushtohet arsimit që është ndër, sidomos për ne arsimtarët, është tema numër 1, që sa është e dëshiruar, aq është edhe e dhimbshme me atë çka ngjan sot. Tani, tash disa vite me radhë jeni në pension. Sa ju mungojnë nxënësit, kolegët e punës, shkolla ku ju keni punuar për shumë vite me radhë gjatë gjithë jetës tuaj në shkollën e mesme Drita të Kërçovës? Derisa I përkushtohesh një profesioni, atë e don me shpirt. Kështu që nxënësit, kolegët mungojnë shumë. Kolegët për mua, dhe besoj edhe për tjerët, kanë qenë jo vetëm kolegë, por ne jemi trajtuar në mes si pjesëtar të familjes. Ndryshe nuk mund të kesh sukses, nëse nuk je I koordinuar, I arsimuar, punon për një qëllim të përbashkët. Po të kthesh në anën tjetër, derisa unë të them vetë profesion kështu për veten, kam vuajtur shumë për punësim, I distancuar 2 herë, I larguar nga puna. Profesor, të kthehemi në fëmijërinë tuaj, në vitet e para të shkollimit fillor, të mesëm, dhe natyrisht periudhën e studimeve, ku në atë periudhë kohore të regjimit komunist nuk ka qenë as pak e lehtë. Është vështirë kështu ta kthesh filmin prapa dhe t'i kthesh asaj kohe, sepse kohrat kanë ndryshuar shumë, rrethanat kanë ndryshuar shumë. Mirë po, është e ditur se kujtimet e fëmijërisë janë, sidomos në moshën time, kur tashmë kam shkel të 70-tat, kujtimet e fëmijërisë janë më të freskëta se ato të djeshme dhe të pardjeshme. Ato mbajnë mend dhe janë skalitur në trurin ton. Fëmijëria ime ka qenë si fëmijëria e çdo bashkëvendasi tim. Në atë kohë jemi rritur me blegtori, me bujqësi, I kemi bërë gjithë punët dhe socializimi ynë fillonte shumë herët, se ne fillimisht ishim vetëm 6 fëmijë, ishim të një shtëpie. Sot 6 fëmijë nuk I ke në një shkollë. Do të thotë se pastaj lagja, jeta e përbashkët, kur dilnim me shtjera, me lopë, me dhenë, kur luanim bashkë, aty socializoheshim, aty duheshim, rriheshim, kënaqeshim, gëzoheshim, mësoheshim, dhe erdhi koha e shkollës. Këtu është një fat, të themi në ato kohë të vështira, një fat që keni patur për mësues misionarin e arsimit shqip Pertef Terefili. Shumë e vërtet. Me mësues Pertefin, unë jam njohur edhe më herët se shkoj në klasë të parë, sepse në fshatin Jagoll Dolenc, aty se ky fshati Jagoll, ku ishte shkolla fillore, dhe përballë shkollës ishte edhe ajo shtëpia ku banonte mësuesi, pak më përtej ishte një shitore, edhe ne si fëmijë shkonim dhe blenim diçka në atë shitore dhe aty e takonim mësues Pertefin, I cili ishte vazhdimisht fjalë ëmbël dhe na mësonte dhe edukonte dhe para se të shkonim ne në shkollë. Kështu që takimi ynë I parë me të nuk ishte I pari, do të thotë kur shkuam në klasë të parë.
fatmirësisht patëm një mësues, ja do të regoj atë ditën e parë të shkollës, që sot s'ndodh ajo. Ne canë zënës të Jagollit, të Popojanit në klasë të parë, edhe jemi rreshtu dhe hym nga ajo hyrja kryesore e oborit të shkollës, e mësuesi rrinte me një shport me ca shetjerka aty përballë nesh. Edhe me të hyrë ne, ai na jepte secilit prej nesh nga një shetjerk, edhe na përqafonte. Edhe ne ashtu futeshim. Jepte dashuri gjithmonë tek fëmijët. Pa ishte i paparë. Ai nuk ishte mësues. Ai ishte një engjull, ai ishte një misionar. Më tutje, ky ne e morëm vesh se ky nuk është nga vendi ynë, sepse ishim fëmijë në atë kohë. Dhe jeta më tutje na mësoi dhe na obligoi të hulumtojmë nga është ky njeri. Mësues Pertefi ishte nga Skrapari, ishte nga Therepeli. Shkollën e parë shqipe në këtë fshat e themeloi ai në vitin 1942. Do thot atëherë kur ministër ishte Ernest Koliçi. Ashtu. Kur Ernest Koliçi, po unë ja kam kushtuar edhe një poezi mësues Pertefit, ku përfshihet edhe Ernest Koliçi, patshim kohë dhe e lexojmë më tutje. Mësues Pertefi ishte njeri që sot gjendet apo s'gjendet një i tillë. Ne 4 klasë mësonjëm 4 klasë, e para, e dyta, e treta, e katërta, me një mësojtore. Ishim të radhitur në 4 radhë në për ato bankat. Klasa e parë, e dytë, e tretë, e katërt. Kur hynim ne në klasë, në mëngjes, tabela ishte ndarë në 4 pjesë. Për secilin klasë kishte obligime të veçanta. Edhe ne që ishim atëherë të klasës parë, dëgjonjim mësime edhe të klasës 2, edhe të klasës 3, edhe të klasës 4, dhe e kundërta. Kështu që ne kur kryem klasën e 4, ne ishim të kompletuar se gjërat të cilat i kishim harruar, na përsëriteshim vazhdimisht. Do thot, ai na hapi një botë të re, një botë të shkronjave, një botë të dashurisë ndaj adheut, ndaj asaj që t'i thoshim ne vetvete shqiptar. Ai ishte një mësues ku dora e tij kishte një bukur shkrim, kaligrafi. Të tillë të paparë që sot nuk e kemi. Ai kishte një dashuri të madhe për shkronjën. Ky ishte në gjendje, kujtoj, dhe ashtu ishte, që të bëj çdo gjë që ne të dim të marrim nga njohuritë e tij që kishte. Profesor, shumë fakte, argumente, dëshmi janë grumbulluar në shkollën e fshatit Jagoll. Ashtu. E keni titulluar dhoma e Pertef Therepelit? Këndi i mësuesit të nderuar Pertef Therepeli. Tash gjendemi në një pjesë të lokalit të shkollës, ku drejtori Ismet Selimi e ka emërtuar si këndi për mësues Pertefin, dhe ja kushtojmë këtij veterani, i cili bart gjithë atë peshën dhe lavdin për formimin e këtij institucioni gjithësisë kësaj shkolle, apo që ndryshe njihet si njëri ndër dritdhënësit e parë të gjuhës shqipe në këtë mjedis. Ka dokumente arkivore në sa? Po, dokumente ka, kemi fotografi, këtu kemi edhe shkrimin e tij, mësues Pertefit, që ishte një nga shkrimet brillante të tij, të pazëvendësueshme. Kemi dokumente, kemi fotografi të tij, këtu ja kush mësues Pertefi, unë nxënës në klasë të dytë, kur kam qenë, flas për vitin diku 1963.
Edhe në vazhdim këto fotografi, kjo është vorri i tij. Këtu kemi të bëjmë me ca miq të skraparit, të cilët erdhën para disa vitesh të vizitojnë këtë monument, gjithësisht mësuesin e tyre dhe tonin, sepse fillimisht kishte punuar në vendlinjen e tij dhe në rrethin e skraparit, e pastaj pas vitit 1942 kthehet dhe vjen te ne. Dhe në vazhdimsi këtu kemi të dhëna dokumente për mësues Pertefi, do thotë e kemi objektin këtu shkollën në të cilën punoi mësues Pertefi dhe ne si nxënës ku ishim. Kemi disa certifikata dhe kemi dhurata kushtuar mësues Pertefit. Këtu është libri i kujtimeve kushtuar për Pertefit. Këtu është libri i kujtimeve, po, që vizitor të ndryshëm japin vlerësimet, mendimet e veta për atë si e kanë përjetuar, ato që e kanë njohur, ato që se kanë njohur dhe që kanë dëgjuar për mësues Pertefi. Besoj se ky, kur i kthem pas kohës, se ky ka qenë edhe poet. Ky ka shkruar. Poezit e tij, të cilat ne i mësonim, ai shkruante me një makinë shkrimi. Nuk i gjej sot ato poezi nga asnjë poet, do të thotë tjetër. Do të kenë qenë të ati. Çka ndodhi më tutje me këtë themi trashëgimi të shkruar? Nuk mund ta them. Ky ndron jetë në vitin 1972. 25 dhjetor 1972. Atëherë unë kam qenë diku nxënës në klasën e vitin e dytë të shkollës së mesme në Prishtinë. Profesor, ju në atë kohë tani e përmendët se keni qenë në studime në një periudhë të vështirë kohore, pastaj që të vini dhe të punësoheni në shkollën e mesme të Kërçovës. Na rrëfeni pak për ato peripeci të asaj periudhe kohore. Po shkollimi i mesëm, kështu veç me 2-3 fjalë, merr një moment që një fëmijë i cili nga mosha 14 vjeçare del dhe bën një jetë të pavarur në Prishtinë. Do thotë me një qendër, thotë nga një mjedis rural, fshatar, dhe të shkoj atje të jetoj. Mirë po ne ishim shumë të mirë pritur nga inteligjenca e Prishtinës, nuk isha unë vetë, isha unë me disa shokë që mësonim bashkë këtu, dhe ata na pranuan neve në konviktin e nxënësve në Prishtinë. Vitin e parë aty, sepse çdo fillim është i vështirë, ne u trajtuam aty sikur jemi të familjes aty, ne kishim edukator të mrekullueshëm. Stafi mësimdhënës në shkollën e mesme na pranoi aq bukur, do të thonë në gjimnazin e Prishtinës, në atë kohë Ivo Lolla, aq mirë, sa që zbëhet më mirë. Po vështirësia ishte e para, ishte se në vend që unë të shkoj në gjimnazin e Kërçovës, mësimi në gjuhën shqipe, shkolla e mesme aty s'kishte shkollë të mesme. Ishte maqedonisht. Një vit pas shkuarje sonë atje, me shumë sakrifica, pastaj me shumë peripeti, bëhej hapja mbyllja e gjimnazit. Kështu që edhe gjatë kohës së studimet po ashtu i kreva atje në Prishtinë, po tashmë njeriu ai ellani i kohës i jetës e bënte të veten. Prishtina mu bë vendlindje e dytë, kalova 8 vjet atje.
dhe kam kujtime shumë të bukura. U kthyeet në Kërçovë, u angazhuat si profesor. Ashtu. Fillimisht kam punuar një 3 vjet në një shkollë fillore në Prishtinë, në Mindurak. Mu dha mundësia ku jam prit shumë mirë. Aty nga stafi pedagogjik dhe kujtoj se i kreva obligimet ashtu si duhet. Në vitin 1980 u dha rasti fillimisht një të punoj në servic. Mësues Hamzaj kishte pësuar një lëndim të këmbës, sepse ai ishte mësimdhënës i gjuhës dhe letërsi shqipe, kështu që mu dha mundësia për 3 muaj ta zëvendësoj atë, edhe aty u prita shumë mirë nga stafi mësimdhënës. Në prill të njëjtit vit mu dha pata obligim të shkoj në shërbimin ushtarak, ku të cilin e kreva në fund të prillit të vitit 1981. Demonstratat e vitit 1981 i përjetova unë si ushtar atëherë Jugoslavisë, ku gjithsesi informatat i kishim shumë të pakta, kishim angazhime nga më të ndryshmet që sa më pak jemi të informuar për atë çka ndodhte në të vërtetë. Kur u punësuat për herë të parë në shkollën e mesme? Për herë të parë në shkollën e mesme të Kërçovës u punësova në vitin 1981, shtator, si mësim Kishin ndodhur demonstratat e vitit 1981? Po, 81-shin kishin ndodhur në mars, e tash është fjala për shtatorin e 81-shit, dhe gjithsesi ishte koha të tensionuar, ne shqiptarët shiheshim si dele e zezë e tepërt në atë mjedis, ishim të injoruar, provokuar nga stafi. Pasuan edhe diferencimet pasaj më vonë. Po, gjithkohën ajo ishte një luftë për mbijetesë e jona aty, që ne të mundemi, ne nuk na dhimbe atë shumë vetvetja sa na dhimbeshin nxënësit të cilit dëshironim të japim atë dritën dhe diturinë dhe obligimet tona arsimore që i kishim. Ndaj u munduam të përballohem gjithë atyre provokimeve dhe sakrificave të tjera. Ishët pjesë e procesit të hapjes së shkollës së mesme drita. Po, Një sakrifice veçantë që u takoi pikërisht juve, kolegëve tuaj që të përballoni dhe në fund të ndilni edhe nga vënjtar që shkolla e mesme mban këtë emër, pra shkolla drita. shumë e vërtet. Diku ka viti 1987, 88, u bë ajo turistnia më e madhe ndaj popullatës sonë, sepse ato e dini që arsimi është ajo që të mban gjallë, që të jep dritë, që të jep dituri, që të jep shpresë, që të hap shtigjet. Ndaj mbyllja e shkollave të mesme ishte obligim parësor, I regjimit, edhe i regjimit të ateshëm të këtushëm. pushtetit, po. Ndaj edhe e mbyllën shkollën e mesme, do të thotë paralelet shqiptare u mbyllën në Kërçovë, u mbyllën në Strug, Kumanov. edhe në Kumanov, me pretendim që të mbyllen edhe në përqendra tjera, me siguri ato e din më mirë. Mirë po ne, ne të gjithë të cilët arsimin e kishim në rend të parë, me populantën, me inteligjencën e mjedisit, fillon dhe u organizuan në demonstratat të ndryshme. Ju e mbani mend me siguri demonstrata e cila u bë përpara komunës së Kërçovës atëherë, e
pastaj si kope dhens na çuan te stadiumi atje, te një stadium dhe na larguan prej aty. Mirë po këto gjëra nuk na tremnin, ne se ne ishim shumë të vendosur, gjithë popullata. I arritët qëllimit pa në fund, Ja edhe arritëm përkundër gjithë atyre. ja arritëm qëllimit, u formua ai kuvendi për themelimin e shkollës së pavarur shqipe. Ai kuvend, do të thotë, ishin ato kuvendarët që përfaqësonin çdo bashkësi lokale. Nga çdo bashkësi lokale kishte së paku nga 2 kuvendar, bashkë me ato kryesinë e kuvendit ku bëja pjesë edhe unë. Të gjithë ju ishit pas një farë kompenzimi në fillim, pranuat që të jeni pjesë e... Por ne s'na intereson të kompenzimi, ajo është shumë e vërtet. Ne na intereson të bëjmë punën, të kryejmë atë misionin ton, të hapim shkollën shqipe, të bëjmë presion pushtetit të atëhershëm. Fatmirësisht para nesh këtë punë e kishte bërë Struga. Kishte hapur ai shkollën e parë në Ladorisht, të emërtuar si Hajdar Durrësi. Edhe ajo shkollë punonte me programin e Hajdar Durrësit në Kosovë, diku në Gjakov, më duket ishte ajo shkollë, me të njëjtat programe. Ne duke parë edhe forcën trysnin e pushtetit, duke parë të mirat dhe lëshimet, themi, të kësaj shkolle, e dinim se çfarë presioni do të kemi, ne vendosëm që të punojmë me programet të Republikës së Maqedonisë dhe mos kemi ndonjë shkollë e pavarur të një republike tjetër, por të kemi emërtimin ton, ndaj edhe e emërtuam si shkolla Drita. Filluam punën, aty kam qenë, edhe unë si mësimdhënës bashkë me, ishte shumë vështirë të gjendej kuadrin mësimor, sepse aty duheshte të shkohet të punohet vullnetarisht, pa asnjë farë kompenzimi. Në vonë erdhën ndihmat e diasporës. Ndihmat e diasporës fillon të vinë pas 3 muajsh të angazhimit ton, se ne kur e filluam atë punë nuk e filluam që do punojmë 3 muaj, por ne filluam që të punojmë derisa të ekzistojë ajo shkollë, derisa Ketë një zgjidhje konkrete. po të gjej një zgjidhje konkrete. Fatmirësisht popullata jonë që ka qenë për herë arsimdashëse, ka qenë sakrifikuese bashkë me diasporën që e kemi krahë të gjatë dhe shpinën më të fortë të popullatës sonë, ajo pas 3 muajsh u organizua dhe na lëshoi rrogat e para. Dhe aty filluam të frymojmë pak më lishëm, sepse secili prej nesh kishte antar të familjes. Unë isha me 3 fëmijë bashkëshorten, pa asnjë të ardhur. Kështu që mua më duhej pas mbarimit të mësimit të bëja edhe ndonjë punë fizike të dytë, që të nxjerr ndonjë para për të mbajtur gjallë familjen. Kur zbritën nxënësit, do të thotë nga Drita dhe Mirko Mileski, unë përsëri mbeta pa punë. Përsëri u diferencuat Nuk isha i dëshiruar për dikend, dhe ristas mbeta unë pa punë deri diku ka vitet 1997-98, ku fillimisht u pranova me një gjysmë fondi e pastaj vazhdova deri në fund të karrierës deri në vitin atëherë kur i mbusha 64 vjet. Profesor, këtu në Kërçovë, por edhe më gjerë, ju njohin dhe ju vlerësojnë edhe për krijimtarinë tuaj letrare që e keni filluar besoj shumë herët. Ja këtu dëshmi kemi revista, broshura të shumta, fotografi, të cilat mund të shfletojmë. Tash çaq intelektual sa jemi. As sa jemi.
secili i ri bën ato provat e para. Ndaj unë që në shkollë të mesme, madje edhe në fakultet, kam qenë pjesë e atyre që merreshin me krijimtari letrare, atyre shoqatave. Ndaj ata edhe me shkaravinat e mia e vazhdova më tutje duke dashur të lë gjurmë. Se koha rgjedh, gjurmët janë ato që mbesin, dikush do t'i vlerësoj, dikuj ndoshta do t'i duhen. Ndaj unë, njeriu thotë kur s'ke ç'bën, luaj derën. Thash, më mirë se të luaj derën, thash, Do luaj lapsin. të bëj diçka aq që mundem të bëj. Ndaj fillimisht njerë, duke patur parasysh se ky mjedis, si çdo mjedis tjetër, ka shumë ngjarje të cilat nuk kanë mbetur të shkruara. Populli në mbamendjen e vet i din, po nuk janë shkruar, kanë qenë mbetur o si legjenda, si gojdhëna, dhe thash të marr diçka nga këto materiale ti përjetësoj në formën time. Janë vlera të çmueshme të Po janë, historisë tonë, të ja traditës, ta të zëm, kulturës. e se gjej një sultan të dytë. Ne kemi Shote Galicën, ne kemi shqiptare, kemi vajza, kemi gra, kemi nëna të cilat dhanë kontributin e vetë në historinë tonë. Pa sultan të dytë nuk ka. Edhe thash, do bëj thash një libër ashtu shkurt për sultan Qafën, piktor nuk jam. Po desha të nxis piktorët, desha të nxis ato njerëz të profesionit, të cilët merren me ato krijimtari. Që këto gjëra, sepse të riut ton i mungonte atëherë një nxitje, një stimul që të njohit të kaluarën ton. Ndaj, ju reka kësaj pune dhe botova fletushkën Sultan Qafa e Ujmirit me do vizatimet të cilat pak i deformuan atë gjatë botimit, për sprish punë, thelbi mesazhi mbetet i njëjtë, pastaj e kemi, thash do shkruaj për themelurën, edhe aty në atë formën dhe atë mënyrën time, këti miti, kësaj balade, i u qasa në atë formën time, me atë mesazhin, me atë porosin, se kur bëhet bashkimi i vëllezërve, s'ka gjë që e tunë, s'ka gjë që e thyen, dhe kur vendosen këto tre vëllezërit të bëjnë urën, e bën krahas asaj që ajo urë u shembe çdo mbrëmje, çdo natë. Shkrimet tuaj, profesor, janë edhe në disa revista të kohës, janë botuar. Po, këtu e kemi edhe motrën me nënt vëllezër, të cilën atëherë botohej te gëzimi i vitit, është fjala për vitin 1940. Ja, këtu kemi një revistë gëzimi. Gëzimi, 1994. Do thotë, këto punimet e mia botoheshin në atë kohë në mesin e revistës dhe ishin shumë të dëshiruara për moshën shkollore, dhe qëllimi im ishte ai, që kësaj moshe të mbjellte kjo moshë ato vlerat më të mira të popullit tonë. Të motivohen. Të motivohen. Po e kemi ne, e kemi besën, besën e kemi. Që besa e ngriti nga varri vëllain që kishte dhënë besën motrës se do të shkoj ta vizitoj, dhe pas 9 vitesh i shpife dhe shkon dhe e kthen te nëna e vet. Këto gjëra kam dashur t'i kap, sa i kam realizu nuk e di. Do të vazhdoni, profesor, edhe në vazhdim me punë krijuese, me që jeni edhe në pension dhe keni energji, besoj.
Po, koha e bën të veten dhe sytë më nuk janë të njëjtit. Kujtesa më nuk është e njëjta. Mirë po, herë më shkrep kështu nga një vetim. Ndaj, po të mos ju lodh, do t'u kisha lexuar një poezi kushtuar mësuesit tim, për tefit. Mësuesit, qush këput një yll nga qielli e po zbret në therepel, në gjithë nënës e gjepthanash, në mes lisash, në mes zanash. Rriti nëna një petrit, u bë yll që dhuron drit, e flak të morin zjen nga stralli, ky petrit digjet nga malli, për motrat veta e vllazni, pa drit dielli nën krajli. Jo, thanan, këtu s'mund të rri, se kam një copë Shqipni, ku mbretron një terë zi. Hapi krat, uskan, kreshnike, hapi krat, dardani, po vin Shqipet y e drite sjellin diell e liri. Dhe petrit i therepelit, në jagon ngriti folen, ky vulkan e rreze drite, kjo kala me beden. Flakëroj si qiriri, 30 vjet e susoskur, sot mbretron me lavdin, ngur mermeri, mbi flamur. Ju falenderit profesor për këto vargje të bukura që ja keni kushtuar mësuesit misionarit të arsimit shqip në Kërçovë përteth Therepelit. Unë ju përgëzoj për gjithë këtë veprimtari, qoftë në fushën e arsimit, qoftë në fushën e krijimtarisë teatrare, dhe ju dëshiroj shëndet dhe gjithë të mirat. Faleminderit. Faleminderit shumë për kohën, për përkushtimin, dhe shpresoj që gjeneratat që vinë pas, jo vetëm që shpresoj, po edhe besoj, se do jenë më të mirë se ne. Zoti ju ndihmoft. Falenderit profesor, ndërka që juve shikues të respektuar, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Mirupafshim në emisione tjera.